Namazi pra është adhurimi që robi përmes tij komunikon munajat. Munajat do të thonë komunikon me Zotin, përgjërohet, i lutet, bisedon, është tamam komunikim. Shihni çka thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e Enes bin Malikut, thot pejgamberi alayhis salam: "Inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." Vërtet, ndonjëri prej juve kur ngritet me u fal, thot yunaji rabbahu, ai është në bisedë, ai është në komunikim, ai është në lutje, në përgjërim me Zotin e tij, me Allahun dhul jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Dersin apo ligjëratën apo seminarin e kom pëlqyer shumë për zgjedhjen që e keni bë, pra bëhet fjalë për 5 kushtet e Islamit, prej shahadetit deri te haxhi atje. Mirë po, kuptohet e kemi bën një lloj përzgjedhje, sepse tash unë me nis me fol te ju këto për namazin krejt aspektet, për shembull me fol se namazi është obligim, e kështu do të nuk e shoh të nevojshme sepse ato e dimi. Unë do të flas vetëm me një aspekt. Ai aspekt është gjurmët, efektet që i ka namazi, mirë po edhe këto efekte, jo në gjitha aspektet, vetëm në aspektin imanor. Gjurmët, efektet, ajo çka e lën trashëgimi do të namazit të na në aspektin e imanit. Sepse ka aspekte shumë që namazi do thot lën gjurmë tek njeriu, tek besimtari, sepse na e dim që Allahu dhul jalal është ai i cili ka emrat më të bukur edhe cilësitë më të larta, edhe më të përsosura. Një prej emrave të Zotit është El Hakim. El Hakim do të thot i urti. E i urt nuk do të thot që na e dim në gjuhën tonë popullore, do të i urt që nuk flet edhe, jo. I urt është prej asaj që thojmë shpeshherë fjalë të urta popullore, pra i mençur. Urtësi është kur çdo sen vendoset në vendin e vet, në kohën e duhur edhe në vendin e duhur. E Allahu dhul jalal është i urti që çdo sen që e ka bërë të ligjshme, çdo sen që e ka krijuar dhe e ka bërë për neve të ligjshme, padyshim që e ka bërë për urtësi të shumta, jo për një urtësi, për urtësi të shumta. Gjurmët, efektet e çdo adhurimi që në fen ton, padyshim që janë shumë dimensionale. Ato e prekin krejt jetën e njeriu, pra kanë efekte shpirtërore, kanë efekte mendore, kanë efekte individuale, personale, shoqërore, familjare, kështu me radhë. Pra janë efekte të shumta. E na sot inshallah do të mundohemi bashkë me juve, do të qofse edhe ju, si më thonë, sepse shpesh herë hoxha, këto për përvojës me thonë, edhe hoxha e din sigurisht që shpesh herë ligjëratat na përgatitmin në forma ndryshme, po ku e di ka njerë kur e shet që xhamati nuk është aktiv me ty edhe atëherë do të ndoshta zbehet ligjërata ku ta diun, po besoj që bashkërisht tash këtë rast edhe me reflektimin e juve ndaj meje, edhe unë do të jem inshallah sa më efektiv. Pra po fillojmë inshallah me efektet dhe gjurmët në aspektin e imanit sa i përket namazit. Pra me shtru ndryshe, çka ndikon namazi tek ne, apo si ndikon namazi tek ne, që neve me na ushtu imani. Na këtë namaz që po e bojmë për ditë, po dojmë me rifresku, po dojmë ato që i dim, që i kemi ndëgju më herët prej hoxhës, po dojmë edhe njëherë me rifresku, edhe me na ushtu neve dashnia edhe më shumë për namazin, me na ushtu neve ambicia, dëshira, vullneti, më shumë për namazin, në mënyrë që mos të bëhet fjalë më në herë me na ik në namaz, po ato që i falmi, ti falmi në formën, në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo është qëllimi i ligjëratës. Janë disa prej gjurmëve që namazi, gjurmë imanore që namazi i lën te besimtari, do t'i përmendim një nga një. E para që kanë përmend dietarët, sepse ne prej dietarëve do t'i marrim mësimin. E para që kanë përmend dietarët kanë thonë se namazi e mbjell tek
besimtari dashnin dhe konsideratën për pastërtin. E para që është. E kur flasme për pastërtin, na ta shëdim gjithë që Allahu Dhul Gjelal me urtësinë e tij, me hikmetin e tij, e ka bo që namazi mos më u pranue pa pastërti, pa abdes këtë rast. Apo pa që edhe trupi i pastër, edhe rrobat e pastër, edhe vendi i pastër, pra pastërtia që ne zakonisht e shpjegojmë pastërtia fizike. Pra patjetër duhet për mu fal, për me në xhami mu fal, duhet me pas abdes. Mirë po, kur përmendmi tash pastërtin, sigurisht që na nuk ndalemi vetëm te pastërtia fizike. Ajo është e kërkuar gjithsesi, është shart, është kusht, është shtyllë e namazit, e para është pastërtia, patjetër duhet për të jemi të pastër. E sigurisht që kjo tash namazi, pra në mënyrë indirekte, do të neve të kuptojmë tash që po na e shton dashnin edhe respektin edhe konsideratën për pastërti. Pra besimtari kur merr abdes, kur do me marr abdes, përveç se 5 herë në ditë tash para mendone, 5 herë në ditë, përveç pastërtisë abdesit, është edhe gusli dhe kështu me radhë, pra besimtari e ndjen pastërtin që ai kur i pastron durët e tij, krahët e tij, fytyrën e tij, do të thotë sikur jep një lloj freskie dhe një lloj refreshi në jetën e tij të përditshme. Shpeshherë kjo ndodh edhe shpeshherë na ndodh kur dikush është i molest, dikush është një vetëm pak plagësht, çu pastroj fytyrën, çu pastroj sytë e kështu me radhë, por pastërtia do të sikur besimtarin e ringjall. Andaj dietarët kur kanë folur për pastërtin kanë thonë se kur përmendet pastërtia nuk është për qëllim vetëm ajo fizike, por shkojmë edhe më lart, në dimensione më të thella, e që është për pastërtia e shpirtit. Pastërtia e shpirtit dhe pastrimi i jon prej gjunohave dhe mëkateve. Pra besimtari kur i pastron durët e tij në abdes, ai nuk e ka vetëm synimin fizik kur e pastron krahun, po e ka edhe synimin sikur i thot vetës, o ti musliman, o ti njeri, o ti miskin, ti do që me këto gjymtyr, me dur, e me sy, e me vesh, e me gojë, po bën gjunohe ditore pa ndal, tash merr abdes edhe pastro fizikisht, po edhe largoj ato mëkate që e ke ndyt vetveten tënde. Dhe kjo është e vërtetuar me hadith, ku pejgamberi alayhis salatu wasalam thot se me abdes, me çdo pikë të abdesit bin edhe mëkatet. Allahu Dhul Gjelal mbanon mend e ka lidh çdo herë pastërtin, e ka lidh edhe me tauben, me pastrimin prej gjunoheve. A thot Zoti xhalla xhelalu në Kur'an, inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që pendohen dhe i don ata të cilët pastrohen, pendimi dhe pastrimi. Sa interesant burra, shumë interesant është çto dy terme, tawabin, ata që pendohen dhe ata që pastrohen, janë të lidhura shumë me punën e abdesit. Gjithë e dini po besoj duan mas abdesit. Apo pas ta kryjm abdesin, çfarë do të më thonë? Me thonë shahadetin, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Edhe çka më thonë? Allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin. Apo o Allah, më bëj mua prej atyre që pendohen dhe prej atyre që janë të pastër. Pra shikoni lidhjen mes ajetit atij. Allahu i don të ata që pendohen dhe që janë të pastër dhe doja e abdesit lidhet me pendimin dhe me pastërtinë. E kur besimtari, këtë rast thot Ibn Qayyimi, Allahu pas rahmet, e shpjegon shumë mirë, thot në këtë rast kur merr abdes besimtari, sikur plotësohen 3 llojet e pastërtive. Kur e thot shahadetin pra mas abdesit, thot pastrohet prej shirkut. Heq dorë prej shirkut, thot ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Dhe kur bën do Allahumma ij'alni min at-tawabin, o Allah bëno prej atyre që pendohen, thot pastrohet prej mëkateve, edhe bëno prej atyre që janë të pastër, pastrohet prej ndytësirave fizike eventualisht. Dhe kështu thot Allahu Dhul Gjelal i jep leje robit vet me hy te dera e tij. Që ndryshe nuk bën. Te Allahu Dhul Gjelal nuk bën me hy, do thot me i papastër. Pra me abdes, edhe kjo pra është një aspekt i parë, gjurmë do që lën abdesi, lën namazet e na, dashnin, respektin dhe konsideratën për pastërtinë. Aspekti i dytë imanor që e lën namazet e besimtari është padyshim
është ihsani, arritja e ihsanit. Çka është ihsan? Me përkthy shqip virtyt, bamirësi, perfeksionim. Do thotë me një fjalë ihsan është me bëu një punë perfekt diçka, në aspektin gjuhësor nëse do na më përkthy. Ndërsa në aspektin fetar, terminologjik të fesë, ihsanin e ka definu Muhamedi a.s. S'na kalon neve shumë më marr me ta, e ka definu ai kur e vet Xhibrilin hadithin e njohur me ihsan, çka është ihsani? Çai ka thonë en ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan në aspektin fetar është me adhuru Zotin xhel xhelalu sikur ti me e pa ata. Edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh ty. Andaj monën men se ihsani, arritja e gradës së ihsanit nga ana e besimtarit është arritja më e lartë, shkalla më e lartë e imanit. Nuk ka shkallë më të lartë. Me mrrimin i gjendje ku ti do thot e adhuron Zotin xhel xhelalu sikur ti me e pa ato, çfarë si e përjeton. E përjeton do të edhe pse ti nuk e sheh, çdo herë e ke në konsiderat, e ke në vetveten tënde që Allahu dhul xhelal është duke të pa ty. Një hadith që është shumë interesant për Ibn Umerit radiallahu anhuma, thot ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe i ka thonë ja Rasulallah, hadithni hadithan waj'alhu mujazan. Ja Rasulallah, ma tregon një hadith, mirë po shkurt biri. Interesant. Kanë ditë kanë njerëz sahabët kështu me kufizu. Muhamedi do të bëma këto, jep ma këto mirë po mos ma zgjat shumë se s'pëmojnë men. Shkurt. Një hadith, një fjalë mirë po të shkurt. Çka i thot pejgamberi alayhis salam? Thot salli salate muwaddi'in. Fale namazin e atij që e jep lamtumirën e fundit për këtë dynjë. Kur falësh, falo sikur po don me u përshëndet me këtë dynjë. Masalan thot fa in kunta salli salate muwaddi'in ka'annaka tarahu. Falë namazin e njeriu që jep lamtumirën sikur se ti je duke e pa Zotin xhel xhelalu. Falë namazin sikur se je duke e pa Zotin edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh ty. Pra Muhamedi sa më dhe këtu një herë e ridefinon çështjen e ihsanit. Gjithë dini hadithin e mirënjohur, hadith kutsi. Hadith kutsi, çka është hadith kutsi? Kur Muhamedi alayhis salam thot, ka thon Allahu dhul xhelal. Është fjala e Zotit, mirë por nuk gjendet në Kur'an. Është fjala e Zotit në mënyrë direkte. Pra, kuptimi është prej anës Allahu dhul xhelal, ndërsa mënyrën e shprehjes të artikulimin e ka bë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ndërsa Kur'ani është fjala e Zotit me kuptim edhe me artikulim. Allahu dhul xhelal ka fol me Kur'an çashtu që është. Alif lam mim, zalika alkitabu la rayba fi. Është fjala e Zotit. Ndërsa hadith kutsi është fjala e Zotit për nga kuptimi, ndërsa artikulimin e ka bën Muhamedi alayhi salatu wasalam. E gjithë e dim këtë hadithin e kutsi rreth bisedës, me thon kështu kushtimisht, me rreth bisedës mes besimtarit dhe Zotit xhel xhelalu gjatë namazit. Allahu thon këtë hadith kutsi, qasamtu salate nisfain. E kam ndarë namazin në dy pjesë. Një pjesë e Zotit, një pjesë e robit. Thot fa idha qala abdi, kur robi im thot elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi takon Zotit të Allahut, Zotit të botrave. Allahu çka thot? Qala Allah hamadani abdi. Allahu thot më falënderoj mua robi im. Është bisedë. Për të arsye, është si më thonë edhe pëlqyeshme. Pse u nal pejgamberi alayhis salam në elham kur e ka kënu elhamin namaz mazda ajeti. Elhamdulillahi rabbil alamin. Është ndal. Sikur e ka prit përgjigjen. Për Allahu dhul xhelal, më falenderoj mua robi im. E kur robi thot Ar-Rahmanir Rahim, Allahu thot athna alayya abdi. Kur robi thot Ar-Rahmanir Rahim, ja atribon Zotit dy emrat e tij më të bukur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahu thot athna alayya abdi, robi më falenderoj, më lavdroj. وإذا قال عبدي مالك يوم الدين, kur robi thot malik yawmiddin, ai që e ka pushtetin ditën e gjykimit,
pushtetin absolut. Allahu thot, Majjadani abdi, më madhnoj, më shejtnoj, më ngriti robi im. E nderuam pranishëm, nderuam vllazën, që kjo është grada e ihsanit. Kur ti e bën namazin, pra bashkëni tash me këtë hadith, po e mësojmë që namaz, pra duhet me përjetuar ihsanin, në ngrit çdo herë me e prek, edhe pse është e vështirë. Është shumë reale, se është shkalla më e lartë e besimtarit, ihsani, mirë po duhet kemi orvatje të një pas njëshme, kur mos me heq dorë që me emri gradën e ihsanit. Çdo herë me bisedu me Zotin Xhelel Xhelalu. E kur bisedon, dije që Allahu Dhul Xhelal është ai që do thotë ta jep mundësinë me qel zemrën tonë dhe për me emri gradën e ihsanit. Prej ethereve, prej gjurmëve, prej efekteve të imanore të besimit që namazi lën te besimtari, është e treta pra, është se namazi e lidh besimtarin me Zotin Xhelle Xhelalu, edhe ja mundson me përmend pa ja nda gjatë namazit. Po ja, përveç se e lidh, është lidhje e fuqishme, edhe ja mundson me përmend Zotin Xhelle Xhelalu pa ja nda, por daimen sidomos gjatë namazit. Nëse ndalemi te fjala salat arabisht, as-salat është arabisht namazi. Vetëm me marr rrënjën e fjalës as-salat. Salat është prej sile. Çka është sile? Është lidhje. Por vetë është marrë, si më thon, prej aspektit gjuhësor të fjalës, është marrë edhe është konvertuar, më thon, në kuptimin terminologjik të shprehjes për me treguar se salati, që kjo fjalë që gjuhësisht ka për qëllim lidhje, kjo do të thotë se në aspektin terminologjik fetar është lidhja e robit me Zotin Xhelle Xhelalu. Namazi pra është adhurimi që robi përmes tij komunikon munajat. Munajat do të thonë komunikon me Zotin, përgjërohet, i lutet, bisedon, është tamam komunikim. Shini çka thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e Enes bin Malikut, thot pejgamberi alayhis salam, inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Vërtet, ndonjëri prej juve, kur ngritet me u fal, thot yunaji rabbahu, ai është në bisedë, ai është në komunikim, ai është në lutje, në përgjërim me Zotin e tij, me Allahun Dhul Xhelal. Gjithashtu Allahu Dhul Xhelal shumë ajete kuranore, po një prej më specifike këtë temë, Allahu kur i drejtohet Musait alayhis salam, çka i thot? Wa aqimis salata li dhikri, dhe falë namazin që të më përmendsh mua. Ibn Taymija rahimahullah kur e komenton këtë temë thot: maqsudu salat dawamu dhikrillahi. Thot qëllimi kryesor i namazit është përmendja e Zotit. Por m'ja mundsu namazlis, vetëm besimtarit, me përmend Allahun Dhul Xhelal. Ndërsa Ibn Qayyimi thot përderisa hamdi i Zotit, falëndrimi ndaj Allahut, lavdërimi ndaj tij dhe madhnimi i tij është qëllimi i namazit, thot Allahu e ka bëu thot këto të trija më kon me përcjell namazin prej fillimit deri në fund. Prej fillimit namazit deri në fund kemi hamd, kemi thana, pra kemi falëndrim ndaj Allahut, kemi madhnim, kemi lavdërim e kështu me radhë. Por qëllimi i namazit kjo është, me mbet çdo herë besimtari i lidhur me Allahun Dhul Xhelal dhe me përmend ata pa ja nda. Një gjurmë tjetër shumë e rëndësishme, që ndoshta nganjëherë nuk na shkon edhe mendja, që e lën namazi apo që e përfitojmë nga si besimtar prej namazit, është el-iqbalu tamu ala Allah. El-iqbal. Çka i bën iqbal? Po them arabisht edhe për xhallar që janë do të më fjalë më kuptu pak a shumë që nuk është e lehtë edhe për mu përkthy më asaj. Një prej qëllimeve të namazit është el-iqbal ala Allah. Çka është iqbal? Është me u drejtu,
me u kthy, me orientu ka Zoti xhelle xhelalu. Pra, përveç ftyrën tonë, edhe trupin tonë që e kthejmë ka kibla, kur falmi namaz, pra fjala është për namaz, edhe zemrën tonë e kthejmë krejt ka Allahu dhul xhelal. Edhe sikur harrojmë çdo send, edhe vetëm ka ai dojmë u kthy. Zotën dietarët kur e kanë disa prej dietarëve kur i kanë komentuar edhe aspektin e jashtëm të namazit. E kanë komentuar, janë marrë edhe me këto gjana, e kanë komentuar, ka thonë vetë tekbiri fillestar. E ka domethënien e vet. Kur thosh Allahu Akbar, kur i ngrit durt, Allahu Akbar, pse ka ardhur bashkë ashtu me ngrit durt? Pse s'ka ardhur hiç mos me ngrit durt, vetëm me thon Allahu Akbar. Hiç pa ngrit durt. Ka mujt me ardhur kështu. Ku është ajo urtësia? Dietarët i kanë nxjerr dot shumë prej urtësive. Një pyetje është sikur besimtari në namaz kur thot Allahu Akbar, sikur i thot dynjas tash ti rrim mbrapa. Ti rrim mbrapa se un u ktheva ka Zoti xhelle xhelalu. U ktheva ka Allahu. Por kjo është qëllimi. Andaj dietarët kanë thonë se një prej qëllimeve, një prej efekteve që e përfitojmë na si besimtar prej namazit është se na mundson t'i kthemi Allahu dhul xhelal me tërsinë tonë, me tërë qenien tonë. Andaj mbonë mend sa më i madh që është kthimi jon ka Allahu dhul xhelal, përveç se me trup, me fytyrë dhe me trup, edhe me zemër, sa më i madh që është kthimi jon ka Allahu, aq më i madh është drejtimi i Zotit xhelle xhelalu ka na. A thu ka ardhur që kuptim? Po ka ardhur. Kështu që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith, thot la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan ala abdihi, ala al-abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Thot Allahu dhul xhelal, ati kosh mi fal. Vazhdon të jetë i kthym ka robi i tij kur ai është në namazin e tij, përderisa ma lam yansarif, përderisa ai robi nuk kthehet, përderisa robi nuk shpërqendrohet. E kur shpërqendrohet robi, atëherë Allahu dhul xhelal yansarif, largohet, nuk të këshyr tyje. Allah. Ç'ky kuptim ç'është është? Hadithi është ç'është. Tash nuk dojmë me hi do thot se si qysh, sepse ne e dim që cilësitë e Zotit xhelle xhelalu janë të pa, do të nuk përshkruhen, po Allahu ka thonë, pejgamberi ka thonë se Allahu do të yansibu wajhahu ila abdihi wa huwa fi salati. Allahu e drejton fytyrën e tij, ka fytyra e robit tij kur ai është në namaz. E kur ai kthehet, atëherë Allahu dhul xhelal largohet prej tij. Subhanallah. E dietarët kanë thonë, kur e kanë shpjeguar çfarë insirafin, el-iltifat, ma lam yaltafit, përderisa ai nuk shpërqendrohet apo nuk kthehet, kanë thonë kthimi është dy lloje. Kemi kthim fizik, por me kthy fytyrën, jetu u fal namaz, këshyr onash. E Aisha e ka pyet për çfarë? Thot Aisha radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 'an al-iltifat. E kum pyet Resulullahin për iltifatin, për çfarë kthimi, për që po do të namaz pe bojmë, çka ka thonë pejgamberi? Ka thonë huwa ikhtilasun yaxtalisuhu ash-shaytanu min al-'abd. Thotë e ka përshkruar pejgamberi shumë interesant çfarë kthimin. Ajo është të përvjedhje. Ajo është përvjedhje që e përvjedh shejtani prej robit të tij. Andaj ki kujdes. Ibn Mesud radhiyallahu anhu kur e ka komentuar që ta ka thonë askush për juve mos t'i lën shejtanit nasib namazin e tij. Mos t'i lën nasib. Kur të falë, kur drejtohesh Allahu Akbar, mos u kthe. Mos u kthe sepse shejtani është të marrë pi namazit tënd. Ti kthehesh, ai e merr një pjesë. Bën hi se namaz. Për atë arsye, krejt komplet. Kthehesh me tërë qenien tonë fizike, edhe me pjesa e dytë kanë thonë dietarët, aspekti i dytë i shpërqendrimit, i kthimit, kanë thonë e para ke fizike apo me fytyrë, me trup, ndërsa aspekti i dytë është shpërqendrimi me zemër. E këto kush pineve nuk e bën. La ilaha illallah. Mirë po, morën mend tash po du pak me shpjegoj çfarë se është interesante. Dietarët kanë thonë se aspekti i jashtëm i namazit ka ndërlidhje pashmangshme me aspektin e brendshëm. Aspekti i jashtëm me aspektin e brendshëm. Çish kështu? Pra e para ke mos më kthy. Provo hiç mos më kthy.
në moment që thu Allahu Akbar, mos lëviz pa nevojë. Mos bë diçka do gjana lëvizje gjatë namazit pa nevojë dhe përqendrohu dhe bënu i përulur namaz, ke me pas se që kjo përulësia jote, që kjo koncentrimi jot fizik ka me ndiku në aspektin e mbrendshëm, që ti ta mon mu përqendru hala ma shumë që dhe zemra mos me çku mo dika tjetër. E masanej, aspekti i mbrendshëm kur forcohet fort, ndikon prap i kthehet aspekti jashtëm edhe ti e shese jep selam, as një lëvizje se ke bo. I koncentruar 100% një koncentrum namaz dhe e ke bo namazën ashtu që Zoti xhelel xhelalu don. Andaj, pra dobia e katërt që kem, do këtë e katërta, do thot el iqbalu ala Allah. Kthimi, drejtimi me fizikun ton, edhe me shpirtin ton, edhe me gjymtyrët tona, edhe me trurin ton, edhe me çdo sen tonën, këtë me qenën ton ka Zoti xhelel xhelalu. E theri i pest, apo gjurma e pest, efekti i pest, që namazi e lën të robi, të besimtari, të namazliu, është pastrimi i shpirtit edhe ushqimi i tij. Përmes namazit, besimtari arrin me pastru shpirtin e tij prej të gjunaheve edhe me ushqy me iman përmes namazit. Qysh kështu? Mbani mend këto 4 pika janë shumë të rëndësishme. E para është namazi ja mundson atij që e fal namazin për namazliut, ja mundson largimin prej gjunaheve. Ja mundson. Allahu në Kur'an ka thonë: "Wa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar." Wa aqimis salata, fal namazin, nga se namazi ndalon prej punëve të këqija dhe të irrituara dhe të ndyta. Ndalon në mënyrë automatike. Ndalon. Kjo është interesant, është Ibn Taymija rahimahullah e thot një fjalë që për më dhon kur e kam lexuar më kalon shumë përshtypje. Thot hadha amrun mahsusun mujarrab. Thot kjo punë që namazi ndalon prej të këqijave është çështje e prekshme e dëshmuar. E kemi pa dhe ju të gjithë jeni dëshmitar. Secili nuk kemi lind si më thon direkt e drejtë namaz ku ta dion. Jo. Do të secili i dim tonat, secili pas një periudhe jemi udhëzuar ku ta dion. Pra, mirë po, moment që kemi filluar me namaz, automatikisht efektin e ka namazit që të nal për të këqijave. Pse se logjikisht deri djeg ke bëu kështu tash edhe në xhami edhe këto edhe në xhami edhe këto nuk shkon. Njëra do të më mujt njëra. Ja mu namazi e lën gjinohin. Pra, është interesante pra kjo. E dyta, aspekti i dytë është pastrimi i shpirtit, si arrihet do të përmes namazit. Shumë interesant, përveç që namazi të largon prej të këqijave, namazi ta mundson që edhe pika e dytë kjo, që edhe nëse je duke e bë një të keqe, një gjuna, një mëkat caktuar, namazi ta mundson që gradualisht edhe ato me e lën. Ka mundësi nuk i lën krejt, kjo e para me të nal, kjo është efekti i parë. Po ka mundësi nuk e lën diçka që duhet me lën prej mëkateve, mirë po namazi prapë e ka atë mundësinë dhe fuqinë e tij që Zoti xhelel xhelal ja ka dhënë, që do të shpresohet me të largue prej asaj të keqe që ti e bë. Argument për këtë e kemi një hadith shumë interesant prej Abu Hurajres radhiyallahu anhu, thot jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ka një njeri te pejgamberi sa më dhe ka thonë ja Rasulullah, inna rajulan, thot ja Rasulullah, është një njeri që e një, thot yusalli bil lejl wa yasriqu bin nahar. Subhanallah. E një thot një njeri që falet natën, mirë po e lëshon dorën edhe do të bën hajni edhe vjedh ditën. Qysh me bo bashkë këta? Pejgamberi alayhi salatu wasalam çka i thot? Innehu sayanhahu ma taqul. Hadithi është e transmeton Imam Ahmedi, Sheikh Albani ka bu sahih. Innehu sayanhahu ma taqul. Thot vërtet namazi do ta ndalon prej asaj çka është duke bë.
do ta ndalon. Prit, se nuk shkon kohë e gat, ai do të largohet prej asaj çka është të e bo. Për atë arsye, këtu po shfrytëzoj rastin pak po dal pe është mirë nasi davetxhi, si thirrsa, është mirë mos me prit prej njerëzve me hek dorë krejt prej gjinohave, ku ta dionë të kaluar mes tyne, sa ne tana me orë hanes në xhami. Jo. Kjo është cytje e shejtanit që i cyt njerëzit për mos më u fal. Po ja kujton këto ajet, po ti edhe kështu s'ban, më kështu që leje këtë dhe me një caktim, ja. Namazet du t'mja nis. Namazet du t'mja nis gjithë qysh. E pastaj namazi është ai që e ka efektin e vet që të largon prej aty në gjunave që ke bo. E treta, do të aspekti i tretë, qysh pastrohet shpirti edhe ushqehet me iman përmes namazit është se namazi është ushqimi, dietar kanë thonë është ushqimi më i mirë i shpirtit për besimtarin. Për atë arsye, Ibn Taymije kur e komenton këtë thotë, namazi ka dy aspekte. Të nalë për të këqijave, po edhe ushqen shpirtin edhe të ngrit edhe të begaton me sevape. Por edhe të hek të këqija, edhe të shton të mira. Këto dy aspekte i ka. Për Allahu xhalla xhelalu çka thot në Kur'an, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Qad aflaha man tazakka. Ka shpëtuar ai i cili është pastruar. Wa dhakara isma rabbih, dhe ka përmend Zotin, e ka përmend emrin e Zotit të tij, wa salla, apo fa salla, dhe është fal. Pra Allahu dhul xhelal e ka bashkuar namazin me pastrimin dhe me ngritjen te Zoti xhelal xhelalu. Edhe aspekti i katërt jemi tek gjurma e 5 me sa e di, po aspekti i katërt çish pastrohet shpirti edhe ushqehet përmes namazit është se dietarët kanë thonë ka lidhje të pashmangshme mes namazit edhe gjunaheve, mëkateve. Lidhje. Çfarë lidhje? Nëse është njëna, tjetra nuk është. Patjetër duhet mos avancu njëna me tjetrën. Nëse është namazi, pasimi i shehawateve, i epsheve, patjetër duhet mu hek. Njëna, nëse lojmë namazin, vijnë mëkatet. Është e pashmangshme kjo lidhje. Ku e kemi përfituar çeta? Allahu dhul xhelal në surën Maryam, kur i përmend popujt të ndryshëm, të pejgamberëve të ndryshëm, atëherë thot fa khalafa min ba'dihim khalfun. E erdhën disa breza pas tyre, pas pejgamberëve, erdhën disa breza, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Da'u salate, e humbën namazin, e lanë namazin, wattaba'u shahawat, dhe i pasun shahawatet. Por kanë ardhur breza që e lanë namazin dhe me njëherë automatikisht i pasun epshit edhe do të drejt mëkateve. Por dietar kanë thonë se kjo lidhje është e pashmangshme. Andaj, bjen që nëse kemi namazin, nuk i kemi shahawatet, nuk i kemi epshet e tepërta edhe do të me një fjalë devijimin to, sepse njerëzit janë të krijuar ashtu, më kon të prim për edhe për ka e keqja, mirë po, do të janë të menaxhuar në këto epshe. Vazhdojmë me gjurmën e 6, efektin e 6 që namazi e lën te besimtari. Dietarët kanë thonë se namazi e mbjell rrënjos tek besimtari, tek namazliu, thymjen para Zotit, thymjen edhe frikë respektin. Allahu dhul xhelal don pe robit vet me e pa të nënshtruar para tij. Ka në hadith, Allahu e don robin këmbgulës në dua. Allahu e don një rob që këmbgul. Inna Allah yuhibbul abda ash-shuhuh. Allahu e don robin këmbgulës në dua, do të nuk ja don hiç derisa do të përulet, derisa thyhet para Zotit xhela xhelalu. Amo ai rob që thyhet para Allahu dhul xhelal, ai rob është i lirë prej tëna robnive tjera. Ai është ma krenari, ai është ma trimi, ai është ma burri. Pse? Sepse është lidhur me të fortin.
është lidhur me më të fortin dhe nuk i ka frikë më kërkujt, nuk shpreson për kërkujt, nuk luj për kërkujt përveç për Allahu dhul xhelal. Andaj namazi e ka efektin e thymjes. Shikoni tash, do t'i përmend disa pika. Allahu dhul xhelal thon në Kur'an: "Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Allahu thot: "Ruani namazet." Was salati al-wusta, e sidomos namazin e mesëm, ka fjalë të dietarët e komentatorët, po do thot i kindi apo në namaz tjetër. Ruani namazet e sidomos namazin e mesëm, wa qumu lillahi qanitin, dhe faluni, ngrituni në kam lillahi, për Allahun, qanitin. Çka fjala qanitin, çish me përkthy shqip? Tash ka komente, shikoni çka thot Mujahidi, një prej komentatorëve të mëdhej, thot el-qunutu ar-rukunu wal-khushu'u wa ghaddu al-basar wa khifdu al-janah. Thot qanitin, të përulur dhe ngrihuni namaz për Zotin, të përulur. Qanitin thot ka kuptimin do të qetë, me frikë, të qetë, me frikë, duke ul zonin dhe duke, si me thonë, duke të qenë edhe i qetë edhe në lëvizjet e tua edhe fizike. Pra, pa lëvizje. Tamon qysh para mbretit, para xhelatit, para kutadion dynjas, që do të ki frikë se mos bën dëm, qashtu para Zotit Gjelle Gjelalu, me frikë respekt i përulur, me frikë ndaj Zotit Gjelle Gjelalu. Pra kjo e para do të kur jemi në kom me përullësi. Masanej, aspekti dytë që e tregon do të thymin dhe përullësi ndaj Zotit Gjelle Gjelalu namaz është në ruku. A ka ma përullje se ti kur i përkullesh dikujt? Nuk ka. Për këtë arsye, robi fiton shumë për namazit se Zoti Gjelle Gjelalu e sheh robin e vet që ai është përkul. Për këtë arsye, nëse i përkul me dikujt në dynja, në çmim është. Çish mi përkul? Ajo është sikur ti. Është njeri sikur ti, krijes sikur ti. Pse mi përkul? Andaj vetëm aspekti fizik, si më thon, kur e sheh përkuljen, që bim ruku, ajo është se ti e madhnon Zotin dhe ti je i thym para Zotit Gjelle Gjelalu dhe je i përulur. Ka në hadith, amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Ndërsa rukun, sa i përket rukus, pejgamberi sa më thot, madhnonën to Zotin. Për të arsye edhe në ruku është sunet me thon, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. I madhnuar qofsh, ja Rabb, Rabbil azim, Zoti i madh, i madhnuar qofsh o Zoti i madh. Ndërsa në sujud, ndërsa në sejdë, aty do. A në ruku është madhnimi i Zotit, sepse kur robi do të bjen ruku e madhnon Allahu dhul xhelal dhe thehet dhe përulet, ndërsa e treta që është kulmi është sejdja. Do thotë kur ti pjesën tënde më të ndershme, ballin tënd, fytyrën tënde, hundën tënde, durët e tua, gjojt dhe komt i prekin tokë krejt edhe shtrihesh para Zotit Gjelle Gjelalu. Kjo është kulmi i nënshtrimit. Dikush ku e dioni tash, po mundona me marrë një shembull në dynja dhe për me qit masanej namaz, do të ku e di më kon dikush në kriminal i madh që don me të bësh shumë keq, ku ta di unë edhe ti tash don sikur mi bëu rregja për shkak të familjes tonë ose për shkak të vlat për me rujt për sherrit ti, do jenë gjendje thotë e mundi me imagjinu për shembull me lut derisa dikush do të për muslimonit ta se bën apo mirë po i bjen edhe në sejdë thotë veç mos e bën çeta, veç mos e bën. Por është kulmi në nçmimit edhe i prulësisë. E namaz pra ndaj Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj tash po më kujtohet diçka që shpesh e bisedoj me njerëz. Shpesh herë ku bëna mohabet për namaz, edhe ju i ka rrasë sigurisht rastet, edhe ju i dini këto, kemi njerëz shumë interesant, kemi njerëz që janë të mirë në relacionin njerëzor, pra janë mirë me njerëz, nuk vjedhin, nuk bojnë keq, nuk ja dojnë këta diona sana. Mirë po, kur në sejdë zbinë. Ja Rabbi. Unë kam frikë se e kanë një diçka mrena dot. E kanë një diçka, e kanë një mendjemadhësi. E kanë një mendjemadhësi që nuk i ka ardhur hidajeti i Zotit që ai merron sejdë. Pse?
Se veç po dalmi prej ty në anës të jashtë, do thot. Veç po dalmi jashtë edhe pe analizojmë çështjen tonë. Na, kur e shet dikon në sejdë, thot, kur e shet që kryt e ka qitë në tokë, atëherë mos më kon imani që e kemi për Zotin e Madhënishëm, atëherë thu pse ky njeri ka nënçmu veten çka shumë. A më besimtari për Allahun dhul xhelal. Andaj e thash fillim, Allahu dhul xhelal don për robit vet me pat në nështrum. E kur e shet në nështrum ai e ngrit. E tana e ngrit. E përmes namazit arrihet kulmi i nënshtrimit. Kulmi i thymjes para Zotit xhella xhelal. Aspekti i shtatë, apo gjurma e shtatë dhe efekti i shtatë që e lën namazit të besimtari, është se e bën besimtarin më undi që namazi është ajo peshorja mes imanit edhe kufrit. Peshore. Hoxha e tha në fillim, më pëlqej, tha, kur filloi me ato do të parathonit për namazin, tha edhe musliman, edhe mos më fal, nuk shkon këto, nuk kapet kurqysh. E pra dine që çështja e namazit, Allahu dhul xhelal çështja e namazit e ka ngrit çaq lart sa që namazin e ka quajt iman. E dini meselën kur është ndru kibla, apo besimtarët sa kanë qenë, muslimanët sa kanë qenë në Mekë, ju në fal ka Kudsi, apo masane kanë shkuar në Medinë, edhe 16 muaj, diku 17 muaj, 16 muaj aty pari, ju në fal ka Kudsi. Mas 16 muaj që kanë shkuar në Medinë, është ndru kibla. Është bo kaçabja, apo? Edhe besimtarët në fal kaçabja. Disa sahabeve ka fillu kjo çështje mi bo problem, telashe. E ata që ju fal më herët ka Kudsi, ata s'kan fal drejt me ose ku po jet namazi tyne, ku po jet namazi jon që mi fal deri tashka. Dhe kjo do të vezvese do të. Allahu dhul xhelal për çka ka zbritur ayat kuranor. Allahu ka thonë: "Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum." Allahu nuk va humb juve imanin e juve. Ai ti flet për kiblën, për ndrimin e kiblës, Allahu thot nuk ja humb imanin e juve, që i bën nuk ja humb namazin e juve. Ato janë të regjistruar, ato pranohen, janë pranuar për juve. E pra namazin e ka quajt iman. Nuk po du me hin këtë temë, sepse është temë edhe fikhore, edhe do të shumë është bo muhabet të puna e namazit. Mirë po, neve si besimtar, në këtë pikë na ja vlen vetëm e pas në hatër, veç divergjencat, dallimet, mos pajtimet e disa dietarëve, rreth lansit namazit, që e lën namazin, jo duke muhu, jo duke nënçmu, mirë po e lën vetëm nga përtatësia, po bre hoq, e di, obligim është, duhet mu fal, obligim e kemi, po nuk e di, s'halos u pjanisi, e lën për përtatësisë, veç që kjo mesele do të, veç që është hi në mesin e meseleve të diskutueshme, a është musliman kjo, a nuk është musliman, mjafton për ty si besimtar që kur mos më menu më për lënien e namazit, po njëkohësisht edhe ta jep ty një fuqi shpirtënore në këtë rast. A përshetash se që kjo çështje ku ka ajo farë që ndan imanin edhe kufrin, atëherë pro ti je me namaz, ti dije që je te imani. Allahu akbar. Kjo është e theri aspektin imanor. Pro çështja që ai që falet e ka vërtu, po kjo është besimtar. Ai që falet kjo besimtar. Pra e fituam këtë epitet. Nuk po du më zot më shumë këtë temë, sepse është sa i përket refleksionit apo efektit të tetë me radh, është se namazi është shkak i qetësisë, i rahatisë edhe i zemërgjërësisë. Pra namaz robi e gjen prehjen, e gjen rahatin, qetësohet, i zgjerohet gjoksi. Kjo është dëshmume, kjo është e prekme me dure, do shihet, do të na gjithë kur kemi probleme të lashe, për namaz e gjejmë se do të i drejtohemi me Allahu dhul xhelal. Andaj, për përmend disa pika që i shërbejnë kësaj, Allahu dhul xhelal kur e ka përmend namazin, kur ka përmend besimtarët të cilët do të falin namaz, çka ka thonë? Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata të cilët kanë besuar dhe
zemrat e tyre qetësohen bi dhikrillah, me përmendjen e Zotit, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Gjithsesi, Allahu e vërteton, gjithsesi me përmendjen e Zotit zemrat qetësohen. E na e dim se namazi e thamë edhe më herët, pra është dhikri i Zotit. Prej fillimit, si të thojmë Allahu Akbar, e deri në fund Esselamu, që është emri i Zotit, Esselam, Esselamu alaikum wa rahmatullah, deri në fund është dhikri i Zotit. Andaj me dhikrin e Zotit qetësohen zemrat. Gjithashtu, namaz kënohet Kur'ani. Namaz kënohet Kur'ani. Me Kur'an na e dim që jo vetëm besimtarët, edhe jo besimtarëve kur e ndëgjojnë Kur'anin do të e gjojnë në një rahatlëk, ju pëlqen, do të kanë qef me ndëgju. Allahu dhul xhelal është ai që ka bëu Kur'anin me u qetësue zemrat. Allahu thotë në Kur'an: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Shikoni, me të vërtet, besimtar hakikat mu'minun, janë ata të cilët kur përmendet Zoti, këtë rast namazi është përmendje, wajilat qulubuhum, ju dridhen zemrat. O idha tuliyat alehim ayatu, e kur të lexohen ajetet e Zotit, pra ajetet kuranore, apo ata çka bën, zadatuhum imana, aty ju shtohet imani. Gjithashtu, namazi është thamrahati, qetësi, prehje shpirtënore, e kuptojmë edhe prej fjalës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku shpesh herë, kjo ka ndodhur shpesh, nuk ka ndodhur një herë, shpesh herë ka ndodhur në kohën ulur në xhami, pejgamberi alayhi salatu wassalam me sahabe, probleme, telashe, shpesh herë fukarallëk, shpesh herë armiqësi ndryshme, kur kanë bëu mohabet dynjas edhe janë lodh, kur ka ardhur koha e namazit, çka I ka thonë pejgamberi Bilalit? Qum ya Bilal, fa arihna bis salat. Ngrihu o Bilal, thirrë ezanin e qetësona me namaz. Subhanallahu, pra qetësi, rahatllëk, do të ato telashe të dynjas, edhe kjo shpesh e përjetojmë këto. Kur do të kena probleme familjare, probleme shoqërore, ku ta dionën në për ndryshme kështu, atëherë kur vjen koha e namazit, sikur të thuaj hey Rabbi elhamdullah që Allah e ka lënë namazin, e gjen veten edhe kënaqesh në namaz. Gjithashtu, namazi pra është prejje qetësie dhe rahatllëk edhe prej nganjëherë më thon prej ngjarjeve të rënda, prej frikës nganjëherë kur ndodh diçka. Për arsye ka thonë sahabët kur e kanë përshkruar, thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu amrun fazi'a ila salat. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa herë që e ka preokupu një çështje, çështje e rëndë, e madhe, ka të bëjë me politikën e shtetit, me vendin, me sigurinë, me ato, me këto, kur është preokupu kështu, çka ka bëu? Drejt namaz. Subhanallah. Namazi u kon ajo që e ka qetësue dhe ka gjetë masanej se mos zgjidhjen e duhur ndoshta për popullin e tij. Është një transmetim që transmetohet prej Thabit el-Bunani. Thabit el-Bunani një prej tabeinëve e vjen një ether, një gjurmë prej israeliatëve, do të më hershëm çka thotë, kanat el-anbiya'u idha nazala bihim amrun fazi'u ila salat. Thot pejgamberët e mëhershëm, sa herë që ju ka ndodhur një problematike e madhe, ndonjë çështje që ka bëjë me ummetin, fazi'u ila salat, çdo herë kanë vrapu, janë ngut edhe kanë hyrë namaz. Kanë hyrë namaz sepse aty është zgjidhja dhe kanë gjetë qetësi dhe rahati. Gjithashtu prej ethereve, prej efekteve të namazit është se namazi është dritë. Namazi është dritë për besimtarin, dritë në këtë dynjë, dritë edhe në botën tjetër. Muhamedi alayhi sallam ka thonë: "Es-salatu nurun." Es-salatu nurun. Hadithi është në Sahih Muslim. Salati, namazi është nur, është dritë. Pra këtu muna me shpjegue shumë, është dritë edhe në aspektin fizik, se nuk përjashtohet, për namazliut Zoti xhel xhelalu, edhe fytyrën jas dritë. Edhe pamjen e tij e bën më të bukur. Shpeshherë kjo është e përjetuar, shihet. Përveç sa do të edhe zemrën e tij e bën të ndritshme, e ndriçon, e bën me I pa gjërat tamam reale që janë. Me I vlerësu gjërat ashtu që janë. Do të Allah ja mundson namazliut që me I dhon dritë edhe në fizikun e tij edhe në shpirtin e tij. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam në ditë për ditëve e ka përmend namazin edhe ka thonë men hafadha alejha. Do të pejgamberi u kon të bëu mohabet edhe është përmend namazi. Kur është përmend namazi, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam men hafadha alejha. Kush I ru namazet, kush I fal namazet,
kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Për to ditën e gjykimit do të jetë nur, dritë, wa burhan dhe argument dëshmi që ka qenë namazli, dëshmi para Zotit xhel xhelalu, wa najatan yawm al-qiyamah dhe shpëtim ditën e gjykimit. Ndërsa kush nuk i ruthet, tash e kundërta. Ndërsa kush nuk i run namazet, kujna i iki namazet, kush nuk i fal namazet, lam yakum lahu nuran wala burhanun wala najatun yawm al-qiyamah. Nuk do të ketë as nur, as argument edhe as shpëtim ditën e gjykimit, masa në hadithi vazhdon. Është një hadith tjetër që na përgëzon neve besimtarëve të cilët shkojnë në xhami dhe falin namazin, çfarë thotë pejgamberi sa? Bashiril masha'ina fi dhulami ila al-masajid. Thot përgëzoj ata që ecin në errësira drejt xhamive. Në errësira i bën pra namazin e sabahut, namazin e akşamit, namazin e yatsis, pse jo? Bin nuri bashir, me çka mi përgëzu? Bin nuri tam yawm al-qiyamah, me dritën e plot, me dritë të plot ditën e gjykimit. Pra besimtari që ka bën namaz nuk ka për ta errësirë në ditën e gjykimit. Gjithashtu, a kemi kohë? Edhe 5. Nëse mundesh më është. Edhe shtojmë edhe pak inshallah. Se në fund jemi inshallah, do të kemi te 10 apo po mendoj që jemi e krym shpejt inshallah. Gjithashtu namazi e mbjell dhe e rrënjos thell të besimtarit, të namazliu, mbështetjen te Allahu. Ai që bën namaz, pra e fiton automatikisht e fiton mbështetjen te Zoti xhel xhelalu. Allahu thon në Kur'an: "Wa amur ahlaka bis-salati", urdhroje familjen tënde me namaz, "wastabir 'alayha", dhe bë durim to, "la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka". Thot, shikoni, edhe një herë. Urdhroje familjen tënde për namaz dhe ti bën sabër në këtë punë, do të namaz. La nas'aluka rizqan, na nuk të lypmi pitej rizq. Na mon përsipër rizqun tonë. Ti veç urdhroje familjen tënde për namaz, edhe ti fal namazin. Nahnu narzuquka, na do të furnizojmë ty. Ka vjen rizqi, mos e vaj këtë gojle. Ti namazin ruje edhe me familjen tënde. Subhanallahu, kjo ajet është shumë është i madhështor në këtë aspekt. Ta jep fuqinë që ti në një fjalë, pikëra për garancën, pe Zotit xhel xhelalu. Hadithi thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Thalathatun daminun 'ala Allah." 3 lloje të njerëzve janë garantuar pe anës Zotit xhel xhelalu. Allahu i garanton. In asha, nëse çaj njeri jeton, ruziqa wa kufiya, furnizohet edhe mjaftohet. Ka mu furnizu, edhe ka mu mjaftu sa dush. Wa in mata, e nëse vdes, edkhalahu Allahu al-janna. Allahu është në xhenet. Kush është kë? Njëri prej tyre është ai që e run namazin, pra që shkon në xhami me fal namazin. Gjithashtu, Allahu dhul xhelal kur i lavdron besimtarët se janë ata burra për nime, dhe kjo është një prej ajeteve përgëzuese për juve, këto që jemi gjithë na që jemi në xhami. Allahu kur i lavdron në mënyrë indirekte kuptohet që ata janë burra që e fal namazin, por që nuk i friksohen jetës, nuk i friksohen rrezikut, nuk i friksohen, janë të mbështetur te Zoti xhel xhelalu. Allahu thon në Kur'an: "Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu." Në xhamit që Allahu ka dhënë urdhën me u ngrit emri i Zotit dhe me u përmend emri i Zotit, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Në ton xhami Allahun e madhnojnë mëngjes e mbrëmje. Kush e madhnon? Rijalun, burra. Nuk ka thon mashkuj. Burra. Pra burra, këtu hyn edhe grad, pra, që janë burrnore. Burra, rijalun, e tash kur i ka përshkruar Zoti xhel xhelal çta burra, çfarë cilësi ju ka dhënë? Rijalun la tulhihim tijaratun, që nuk i mashtron tijareti. Wala bay'un an dhikrillah, e as shit blerja an dhikrillah, ndaj dhikrit Zotit, wa iqami salati wa ita'i zakat. Nuk i pengon tijareti edhe marrja me dynja ndaj përmendjes Zotit, ndaj namazit, ndaj zakatit. Sa janë burra. Për të arsye, është mirë çdo herë na jo me shkollat aspektin e, po them, kushtimisht pesimizmit, shpeshherë ne përdori këto që burra, ju që vini në xhami, në këtë kohë kur është shumë dinamike,
Kur faktori apo ai që thirr për të keq është shumë i fuqishëm, e ju e keni lënë dynjan, edhe keni ardhur, edhe i falni edhe mbajnë namazin, edhe në vendin e punës, Allahu dhul xhelal thot, rijal, burra janë këta që e ruajnë namazin edhe në këtë kohë. Edhe kjo është, me thonë, Allahu këtu në mënyrë indirekte i lavdron se këta demek mbështeten fort te Zoti xhelal xhelalu, edhe nuk i friksohen rrezikut. Shpejt hoxh që edhe një përmendi, namazi është rruga më e mirë për me përfitu ti epitetin mirënjohës ndaj Zotit. Mora men çta burra se shumë është më rëndësi. Insoni ka shumë virtyte, shumë ka. Trimnia, bujaria, qiltërsia, sinqeriteti, shumë virtyte. Një për virtyteve më të mira që e zbukuron njeriu është mirënjohja. Më ku njeri mirënjohës. Një fëmijë me ta qit një gotë ujë me pi, me i thonë faleminderit, me pudh mballë, është perfekte diçka. Më mësu me të vogla me falenderu, me thonë faleminderit. E tash dietarët thonë që mirënjohja ndaj dikujt është në proporcion të drejtë me shërbimin. Sa më i madh shërbimi, aq më e madhe mirënjohja. Nuk mund me falenderu një njeri që ta bën një shërbim, ku e di unë çon me kërd dikun, edhe një njeri që ta shpëton jetën për shemb. Bëhet sebeb me ta shpëton jetën. Ai ta shpëton jetën, duhet mu falenderu për jetë. Në këtë rast, nalmi te Zoti xhelal xhelalu. Që çdo sen që e kemi piti. Çdo sen që e kemi, jeta jon, çdo sen që na rrethon, është për Allahu dhul xhelal, e mos më kon mirënjohës ndaj tij. Për arsye Aisha radiallahu anha, kur i tha pejgamberit alayhis salatu wasalam, namaz natë kur e pa të fal gjatë, e të u lodhë të ju ajt komt, tha ja Rasulullah, shumë rreth apo namaz, tha tu kanë fal mëkatet që ke bëu më herët, edhe mëkatet në lëshim që e bën më. Këtu kanë fal, skiti do nuk jas në gjuna. Çka po do me bëti? Gjithë këtë namaz. Çka i tha? Afala akunu abdan shakura. A mos t'jem rob falenderues? Rob falenderues. Me falendëru Allahun dhul xhelal. Andaj për kësaj e morëm që namazi është se von shkaku apo mënyra më e mirë që e falenderojnë Allahun dhul xhelal. Shpesh herë pyesin njerëz, çka më bëu kështu, çka më bëu ashtu, çish më falendëru Allahun. Hiç, namaz, nëse jepi namazlive, dije që e ke marr hisën më të madhe në falënderim ndaj Zotit xhella xhelalu. Me këta me kaq po e përfundojmë, ka diçka tjetër, po Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoftë, ma bëni halal se ku e di. Inshallah Allah na ka dhënë dobi neve dhe juve. Allah ju shpërbleft.